Nesër në Kosovë rreth 24.000 nxënës të klasave të nënta të shpërndarë në 170 qendra testimi do t'i nënshtrohen testit të arritshmërisë. Nga Ministria e Arsimit bëjnë të ditur se janë angazhuar mbi 1.500 administrues, të cilët do të administrojnë testin sipas detyrave të tyre. Këtë vit, testimi organizohet vetëm në një ditë për të gjitha lëndët. Testi i arritshmërisë është orientues, ndërsa rezultatet shërbejnë për regjistrim në klasën e 10 dhe nuk ka prag të kalueshmërisë. Një tjetër ndryshim që është bërë këtë vit sa i përket testit të arritshmërisë është se nxënësit të së njëjtës klasë nuk do të jenë në të njëjtën sallë të testimit. Ndërsa nga Drejtoria e Arsimit në Gjakovë bëjnë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet që i gjithë testimi i nxënësve të shkojë sipas planifikimeve. Në 7 qendra të testimit nga komuna e Gjakovës, testimi do t'i nënshtrohen 1.065 nxënës të klasave të nënta. Sipas Ministrisë së Arsimit, rezultatet e testit të arritshmërisë për nxënësit e klasave të nënta pritet të shpallën deri me 9 korrik. Testi synon të mas njohuritë dhe aftësitë të fituara gjatë arsimit të detyrueshëm.